Vajza Fest ka ulur siparin me aktivitetet e edicionit të 4 pas 3 ditësh të mbushura me aktivitete të ndryshme artistike, kulturore dhe sportive. Në fshatin Vajzë dhe në Amantja u zhvilluan 10 aktivitete duke sjell art, sport, poezi, muzik, polifoni dhe elemente të trashëgimisë kulturore të zonës. Dita e fundit e festivalit u kushtua tërësisht fshatit Vajzë dhe Krahinës me në qendër traditat, kulturën dhe muzikën e zonës. Në skenë u ngjitën grupet polifonike të Krahinës, të cilat sollën këngë tradicionale, ndërsa atmosferës ju bashkuan dhe këngëtar të njohur të muzikës shqiptare. Në fjalën e tij, kryetari i fshatit të Vajzë Irfan Bilbila i falenderoi të gjithë ata që kontribuan në organizimin dhe zhvillimin e këtij eventi, duke vlerësuar angazhimin e banorëve, organizatorëve dhe institucioneve. Të nderuar vëllezër dhe motra, djem dhe vajza, një përmbesa të fshatit Vajzë, të nderuar miq dhe të ftuar. Është një privilegj, krenari dhe vlerësim, por edhe një përgjegjësi shumë e madhe për mua si kryetari i shoqatës Vajzë që të përshëndes në këtë takim tradicional. Me ju të dashur vajzjot, miq dhe të ftuar, festuam dhe gëzuam së bashku në këto 3 ditë të festës. Jemi krenar për bijtë dhe bijat tona kudo ku ndodhen për pjesëmarrjen dhe kontributin e tyre për mbarvajtjen e festës. Vajza është fshati i luftës, i punës dhe i dijes, pasi bijtë e saj i kanë lënë gjurmë në historinë politike dhe kulturore të vendit tonë. Në festën e këtij viti na nderuan me pjesëmarrjen e tyre disa personalitete nga fusha e artit, kulturës dhe politikës. Na nderoi me pjesëmarrjen e tij kryeministri i vendit, zoti Edi Rama, ish presidenti i Republikës, zoti Bamir Topi, ministra Blendi Gonxha, Toni Gogu dhe ministri i pushtetit lokal. Gjithashtu, na nderoi me pjesëmarrjen e tij regjisori i njohur Plum Kulla, si dhe artistë e këngëtarë dhe grupe polifonike që zbukuruan në tek të festë të kthyer tashmë në tradicionale. Të nderuar pjesëmarrës, kemi 4 vjet që në bashkëpunim me Bashkinë Selenisë dhe kryetarin e saj zotin Ertil Bello, që po organizojmë këtë festë me kontributin e pakursyer të familjes Sadushi, si dhe të birit nderuar të fshatit ton, zotit Armando Borë. Kryetari i Bashkisë Selenisë Ertil Bella i theksoi se Vajza Fest tashmë nuk është thjesht një aktivitet i fshatit apo i Krahinës, por një event që ka marrë për masa më të gjera. Sipas tij, një nga qëllimet kryesore të festivalit është promovimi i resurseve të shumta turistike, historike dhe kulturore që ofron Bashkia Selenicë, ndërsa synimi është që në vitet e ardhshme festivali të vijojë me përmasa edhe më të mëdha. Po sot përmbyllet kreditori i Vajzë Fest. Kjo është një festë që organizohet nga Bashkia bashkë me shoqatën e fshatit Vajzë dhe i kalon kufit e fshatit, po i ka kaluar kufit edhe të bashkisë. Tani kjo festë është bërë një festë kombëtare, prezenca e shumë personaliteteve të politikës, të artit dhe të kulturës e bëjnë këtë festë me përmasa kombëtare. Kjo festë ka të bëjë me tejqimin e trashëgimisë të të rinj, por dhe me promovimin e pasurive që ne kemi si bashki. Trashëgimia kulturore, trashëgimia arkeologjike, pasuritë natyrore që kjo bashki i ka brenda saj, janë pikërisht ato 3 ditë dhe 3 net që ne i shfrytëzojmë. Edhe specialisti i trashëgimisë kulturore Semen Gjokoli e cilësoi Vajza Fest si një nga mënyrat më të mira për të përcjellë dhe promovuar vlerat e kësaj zone. Ai vlerësoi rëndësinë e aktiviteteve të tilla në promovimin e historisë, kulturës, traditave dhe trashëgimisë së pasur. Duke qenë që këtu ka jo vetëm anën tradicionale, atë të mikpritjes, po themu të kulinarisë, po edhe të grupeve folklorike të fshatit, të zonës përreth. Këtu vinë edhe shumë artistë, vinë njerëz të shkencës, të kulturës, njerëz të aktrimit, vinë njerëz të krijimit, vinë njerëz të pikturës, pra shumë planshe. Dhe si e tillë, ajo tashmë përbën një lajm të rëndësishëm në fushën kulturore, në fushën e turizmit gjithashtu, dhe është një festë që tashmë është e konsoliduar. Në mbrëmjen përmbyllëse, grupet polifonike të zonës sollën në skenë këngë tradicionale duke i dhënë festivalit një atmosferë të veçantë. Pjesë e programit dhe këngëtarja Irini Qiliako dhe grupi West Side Family, të cilët vijuan festën dhe krijuan një tjetër atmosferë në fshatin Vajzë.
të jesh ti je Tirana, ke ëndra tona, jeton orët e vona, e te hun si do të jesh ti. Të moj zemër shqiptare, se emrin tënd e baj në iso e në valle. Me muzikë, këngë, valle dhe duar trokitje, Vajza Fest mbylli kështu edicionin e tij të 4, pas 3 ditësh aktivitetesh të dedikuara artit, kulturës, sportit dhe trashëgimisë. Festivali synon të kthehet në një traditë të përditshme dhe të shërbejë gjithnjë më shumë si një mundësi për të promovuar vajzën, Amantian dhe gjithë zonën e Bashkisë së Lenicë.